kam kënaqësinë tani që përmes një komunikimi virtual, t'ja u risjell edhe një herë shikuesve tam që na ndjekin anë kënd botës, një nga zërat më të veçantë të skenës shqiptare, një kantautor që i qëndron besnik muzikës, me shpirt dhe me pasion dhe me mesazhet që ai përcjell. Ka sjell një klip të bukur me një mesazh të fuqishëm. Jeta është sot, sipas Naser Berishës, një mesazh emocional për të ndaluar, për të marrë frymë, për të jetuar jetën, për të jetuar të tashmen. Gjithmonë ditë të sjell gjëra të bukura, ditë të sjell si një artist që është, të ndërthur tekste të bukura me tinguj të modern për t'ju përshtatur të gjithëve dhe për na bërë që ta këndojmë çdo këngë të tij në çdo moshë që ne jemi, për të kujtuar këngët që ai ka bërë, për të kujtuar gjithë punën që ai ka sjell deri më sot. Do doja që të më lidhni tani drejt për së drejti me të. Ta pyes se nga po komunikojmë së bashku. Përshëndetje Naser. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Të falenderoj shumë dhe shumë urime për klipin tuaj të ri. Nga po na komunikon, erën e fundit ishit me pushime, kur kemi patur një tjetër komunikim, më duket se dhe sot ju kemi gjetur me pushime. Jo, pushime po për në Kosovë, pasi që jetoj në Gjermani, unë edhe Kosovë kur vjen llogarisht një lloj pushimit vogël, edhe pse kësaj radhe kam punuar shumë sepse kemi punuar këngën. Kemi bërë videoklipin, jam tash në promovim me sipër, kam mbrëmje live me bendin, por si do që tjetë është një lloj pushimi për mua. Periudhë pushimi, po edhe intensiteti pune tani me gjithë koncertet edhe punët tuaja të verës, apo jo? Sakt. Kryesisht e përqendruar në Gjermani, apo do kesh edhe ndalesa të tjera? Në Gjermani, si që dini publiku i gjerë, do shta, disa e din, disa do shta nuk e din, unë jetoj në Gjermani, punoj atje, por natyrisht karriera dhe muzika, do të puna e muzikës më sjell shumë shpesh në Kosovë, pastaj edhe në Shqipëri, edhe në gjitha troje tjera shqiptare. E kësaj radhe jam ardhur që ta sjell dhe ta promovoj këngën e re, Jeta është sot, pra një këngë me tekst dhe muzikë nga unë. Me këtë titull, më bëri shumë përshtypje titulli, Jeta është sot, si një mesazh për gjithë ata që duhet të ndalojnë pak, mos të marrin pak frymëme ngadalë dhe të reflektojnë. Sakt, kjo ka qenë edhe mesazhi i këngës ose atë që kam dashur ta them, natyrisht që edhe unë kur kam qenë ndoshta 20 vjeçare, 19 vjeçar, nuk e kam kuptuar, por me kalimin e kohës e bën një përvojë edhe ndonjëherë ndalesh edhe qetësohesh edhe lind ideja për të shkruar një këngë pikërisht për jetën, për momentin që do të thotë sepse si shoqëri më mërmendja është jeta shumë dinamike. Edhe menova që pak të kthehemi vetvetes ta përjetojmë momentin, çastin, sepse ato nuk mund të ngrihen, ato mund të përjetohen në moment. Dhe është një këngë e cila ka dalë shumë me energji pozitive, e kem vështirë edhe pak një qifteli që atë jep pak atmosferë verore, e shpresoj që ka dalë mirë dhe ju pëlqen publikut. Ne të falenderojmë shumë që zgjodhe emisionin ton për ta promovuar këngën tuaj të re që ka dalë vetëm pak ditë më përpara në treg dhe të gjithë jemi kurioz dhe shumë entuziast për ta dëgjuar atë, duke uruar shumë suksese dhe duke gëzuar shumë për faktin që jeni rikthyer prodhimtarisë muzikore, krijimtarisë tuaj me po të njëjtin pasion, me po të njëjtën sharm që vetëm Naser Berisha di të sjell këngë të tilla. Falenderoj shumë. Shumë sukses. Faleminderit shumë për këto fjalë të mira. Faleminderit shumë.